Jam kurioze ta di, për transparencisht e pyetja, ndërkohë e bëj me dje që shifra që po ndiqni ka të bëjë me një tjetër çështje me nënë dhe baba, me konceptin, po për 97.6% që thuhet në këtë sondazh, 97.6% e qytetarëve kuptojnë gjinin si kategori biologjike, ajo që ti po përmend, mashkull dhe femër. Si ka qenë pyetja që është bërë? Pra që të heqim edhe çdo lloj aludimi që mund ketë nëse është kuptuar apo jo siç duhet pyetja që pastaj ka çuar te kjo shifër. Shiko, kanë qenë në total 28 pyetje të ndryshme. Ato 28 pyetje ka qenë gjithashtu për mënyrën se si personat, si qytetarët e konceptojnë dhe mendojnë pjesën e gjinisë. A është gjinia binare, mashkull femër, apo mendoni që ekziston pjesa e gjinisë shumë thjesht. Dhe 97.6% e individëve janë shprehur që e njohin vetëm si binare, mashkull dhe femër. E dini 99% e të anketuarve e konsiderojnë familjen tradicionale, pra burr, grua, fëmijë si themel i shoqërisë. Po kaq 96% e qytetarëve besojnë se ndryshimi i termave nënë dhe baba me prindin 1 dhe prindin 2 do të ketë ndikim negativ të drejtë për drejtë tek identiteti i fëmijëve. Pra, kur diskutojmë gjithashtu për raportet martesore të personave mes të njëjtës gjini, gjithashtu 92.1% e qytetarëve janë kundër legalizimit të martesave mes personave të njëjtës gjini, vetëm 3% janë në favor. Dhe një gjë që për mua personalisht ishte surprizuese, ne dim suportin masiv që shqiptarët kanë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. A e dini që 91.1% e qytetarëve shprehen që nëse martesat homoseksuale do të jenë kusht për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, atëherë ne nuk e duam Bashkimin Evropian. Nuk do ta durim fare. Dhe po flasim për një nga vendet që e aspiron më shumë më pro integrimit në Bashkimin Evropian apo edhe më pro amerikane në botë. Pra, është vërtet madje një raport i fundit ka treguar mbi 94% e shqiptarëve janë pro antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, çfarë ky raport ka realizuar është një panoramë e gjerë që shqiptarët i thonë jo ideologjive të importuara, i thonë po familjes tradicionale. Po dhe ka edhe një element tjetër, ndjes, Jonathan, se duhet të ndërpres në këtë pikë, se edhe kjo ishte shumë e bukur, që mua të paktën më zhdukur shumë interesante, sepse debati shumë i madh gjithashtu këtu te ky projekt ligj ka qenë edhe e drejta ose jo për të shkuar dhe për të trajtuar çështjen e përkatësisë gjinore tek moshat e mitura. 95.7% e qytetarëve kundërshtojnë futjen e koncepteve të identiteteve gjinore në shkolla dhe ky është një vullnet pastaj. Është e vërtet, por gjithashtu mbi 94% e qytetarëve duan që vendime të tilla të merren me referendum. Pra, këtu kemi të bëjmë edhe me besimin që qytetarët kanë tek politika shqiptare dhe tek mazhoranca në Shqipëri që thonë jo, këto janë vendime të rëndësishme që ne si qytetar duhet kemi të drejtën e votës për të votuar pro ose kundër. Jo edukimi dhe ideologjive gjinore në përshkolla, 95.7% siç ju e thatë, dhe cilat duhet të jenë prioritetet politike dhe shoqërore që ne duhet kemi në vend. 85% e qytetarëve kërkojnë që qeveria të përqendrohet tek mbrojtja e familjes dhe ndihma për rritjen e ligjshmërisë. Ne aktualisht në Shqipëri jemi në numër më të ulët të ligjshmërisë që kemi patur ndonjëherë si kom. 1.21 lindje për grua. Nuk kemi qenë ndonjëherë në këtë raport. Vetëm sot në mëngjes pash një lajm të ri nga Polonia ku presidenti kishte dekretuar ligjin ku nënat që do të kenë mbi 2 fëmijë